Në organizim të shoqatës së personave me aftësi të kufizuara fizike, Mobilnos në Tetov dhe në bashkëpunim me shoqatën e personave me aftësi të kufizuara në Maqedoni, dje në Brvenic u organizua turneu i 15 republikan me tabël, ku kësaj radhe morën pjesë 14 garues nga 7 qytete të vendit. Kryetari i shoqatës së personave me aftësi të kufizuara fizike në Tetov, Velibor Jakimovski, për turneun në fjalë për televizionin Koha, deklaroi: За жал, денес имаме помалку надпреварувачи. Për fat të keq, sot kemi më pak garues. Me siguri janë lodhur njerëzit nga zgjedhjet dhe nuk kanë ardhur nga qytete tjera. Na mungojnë 6 qytete. Sot janë përfaqësues nga 7 qytete të Maqedonisë me 14 garues, të cilët luajnë për të mësuar fituesin, tha kryetari i shoqatës Mobilnos në Tetov, Velibor Jakimovski. Organizatori për fituesit e këtij turneu tradicional, Goran Vojnovski nga Strumica, i cili në finale mundi Vanço Karanfilovin nga Shkupi, dhe fituesin e vendit të tretë Nikola Pejevi nga Gjevgjelia, ju ndau dhurata tradicionale. Sa i përket dhuratave, ato janë tradicionale 15 vite me radhë. Për vendin e parë ndajmë kup me një dhuratë, për vendin e dytë ndajmë tabull dhe për vendin e tretë 1 litër raki. Kështu e kemi tradicionalisht, tha Jakimovski. Për të gjithë personat me aftësi të kufizuara fizike që ishim të pranishëm, u organizua drek që u shoqërua edhe me muzikë, ku nuk munguan edhe këngët shqipe.